Kampionati i Shahut çeli zyrtarisht aktivitetet sportive për vitin 2026 në qendrën kulturore të fëmijëve Kujtimalia. Pjesëmarrës janë rreth 150 fëmijë të shkollave 9-vjeçare të qytetit, duke i bërë pjesë një gare të veçantë sipas grupmoshave ku në fund do të shpallen fituesit. Risia e këtij viti është se aktiviteti vjen i shtrirë përgjatë të gjithë javës. Këtë vit janë regjistruar paraprakisht rreth 30 shkolla, pra nga 4 nxënës për secilin shkollë rreth 120 fëmijë. Dhe i kena dhënë mundësi edhe atyre që nuk kanë pas mundësi të regjistrohen më përpara, të regjistrohen ditën e garës, jemi tek një numër rreth 150 fëmijë pak a shumë. Problematikat e moshës dhe sidomos teknologjia për më të vegjëlit dhe problemet e tjera për pak më të rritur në ato fëmijë tek klasë 9 janë të mëdha dhe çdo aktivitet sportiv ndihmon që t'i marrin sado pak larg atyre dhe t'i çojnë drejt gjanave që realisht kanë vlerë për ta. Vetë fëmijët tregojnë pasionin për këtë sport, të mësuar fillimisht nga familjarët e ku tashmë testojnë njohuritë e tyre në përballje direkte me bashkëmoshatarët dhe duke u vlerësuar nga një juri profesioniste. Sa kohë ke që luan shah? 2 vjet. Pse të pëlqen shahu? Më pëlqen se është shumë i bukur dhe thjesht më tash fillu mendjen. 2 vjet. Pse të pëlqen shahu? Se është e bukur me bojballë. Është për me bojballë. Një lojë e bukur që më ka pëlqyer shumë edhe Viti i parë që merr pjesë? ja viti i dytë. Si e ndodhi? Vetë mirë ndova, shkova në vend të katërt. Po si mirë, çfarë synon? Mendoj se mund të fitoj, mund të dal edhe këtë vit. 6 vjet. 6 vjet, kush ta ka mësuar? Babi edhe gjyshi. Pse të pëlqen shahu? Çfarë ka të veçantë? Ka të veçantë se është i përputhur me shkollën edhe lanë ndryshme. Organizimi në fjalë vjen si pjesë e planit vjetor të aktiviteteve sportive që Zyra Arsimore Shkodër organizon në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujtimalia.